Joana Nikolli nga Lezhë mbriti në QSU të pa shenja jete dhe vdekja e saj dyshohet të ketë ndodhur rrugës për në spital për shkak të një arresti kardiak pas konsumimit fosfotoksinës. Shkaqet që e quan të rend drejt këtij akti ende nuk janë të qarta, por familjarët kanë ngritur dyshime se ish partneri i saj mund të ketë ndikim përmes të dhunës. Në kallëzimin e dorëzuar në komisariatin numër 2 të Tiranës, familjarët pretendojnë se vajza e tyre ka pasur shenja dhune në trup, megjithse një autopsi nga Instituti Mjekësisë Ligjore do të përcaktoj shkakun e saktë dhe nëse dhuna ka qenë faktor kontribues. Policia ka shpadur në kërkim ish partnerin e së ndjerës, Eraldo Fizi, i dyshuar për 2 vepra penale, dhunë në familje dhe shkaktimi vetvrasjes. Pavarësisht kontrolleve të shumta deri më tani, ai nuk është gjetur ende, ndërsa autoritetet vazhdojnë operacionet për kapjen e tyre. Ngjarja ka tronditur komunitetin dhe thekson rëndësinë e ndjekjes së rasteve të dhunës në familje dhe reagimin e menjëhershëm të institucioneve për të mbrojtur personat e rrezikuar. Familjarët e viktimës kërkojnë drejtësi për Joanën, që theksojnë se ky rast duhet të marrë vëmendjen e autoriteteve për të parandaluar tragjedi të ngjashme.